Karnavalet në Rio de Janeiro, festivali më i madh i vitit në Brazil, dhuruan një spektakël të mahnitshëm, duke kënduar e duke kërcyer me kostume tipike shumë ngjyrëshe. Performanca e një prej shkollave të sambas tregoi historinë e Manikongos, e cila historikisht njihet si gruaja e parë transgjinore në Brazil, dhe që u sklavërua në shekullin e 16, bëjnë të ditur mediat braziliane. Kjo fest karakterizohet nga grupe të mëdha njerëzish që ndjekin muzikant në rrugë, duke kërcyer dhe kënduar zhanre të njohura muzikore braziliane. Sezoni i karnavaleve në të gjithë Brazilin shënohet nga një frymë çlirimi dhe festimi. Njerëz të gjitha moshave mblidhen së bashku për të shijuar muzikën dhe kërcimin në shoqërinë e njëri tjetrit. Karnavalet do të mbyllen zyrtarisht këtë të shtunë, kur shkollat fitimtare të sambas do parakalojnë edhe një herë nëpër Sambadrom, që është një stadium i ndërtuar posaçërisht për karnavalet.